Përshëndetje të nderuar shikues të Blu Televizion, do të jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14. Le ta nisim edicioni me zhvillimet më të fundit të ndodhura nga aktualiteti. Fshati Babic prej vitesh vuan mungesën e ujit të pijshëm. Sipas banorëve, të cilët janë shprehur në intervistat e Blu Televizion, ky është një shqetësim i cili është ngritur vit pas viti nga autoritetet lokale, por ndërkohë që nuk ka marrë ende zgjidhje. Ata shprehen se furnizimi me ujë kryhet vetëm një herë në 2 ditë, ndërsa janë blerës të rregullt të ujit të pijshëm. Babica, fshati që thahet për ujë në çdo stin, situata në këtë fshat mbetet problematike, ndërsa banorët janë të detyruar ende të presin edhe pas premtimeve të shumta. Banorët pranojnë se uji në banesat e tyre vjen vetëm 30 minuta ose në 1 orë, por vetëm një herë në 2 ditë. Sasia e pamjaftueshme sipas tyre, ndërsa deri më tani nuk ka asnjë zgjidhje. Për të furnizuar kanë gjetur alternativa të tjera, ndërsa për të konsumuar kryesisht e blejnë. Në fshat her pas here, sipas banorëve, mbërrin një automjet, aty ku këta të fundit janë të detyruar ta blejnë. Një tjetër zgjidhje janë puset që kanë havet banorët, por kjo nuk është një zgjidhje, ndërsa sipas tyre, situata vijon e tillë për shumë vitesh dhe nuk ka asnjë zgjidhje. Uji pijshëm vjen një ditë po, një ditë jo, 1 orë. Qa marrin, qa s'marrin, që ashtu janë mbitur tubët, agojnë 18.000 lekë. Do me thënë, kam ardhur unë këtu 12 vjeç, jam 75, uji dhe drita Babic shuaj me ujë. Ujë s'keni për ta shuaj? Ja. Po ju del për të furnizuar 1 orë. Po jo orë ku del. Mirë unë jetoj vetëm, po ka familje që janë çuna që duan të lanë 3 ditë. Ku del? Po ju kanë thënë që do sistemohet shumë shpejt disa herë. Ja thëna me të bërën, ja. Po si ja bëni për ujë? Po ma vri për të pirë blejnë. Po. E përgatuar, se ai drejtori i ujësjelësit thotë që unë e kam të pishëm, po dhe kalin ngort me ato. Për shembull, lere në një bot, në një plastike, të bardhë. Mbushe lere hajde mbas 3 ditë, shko si bëhet e na brenda. Dhe dimër behar Babica thatë për ujë. Të pun ka Babica. Të pun. Janë lidhjet, janë pak kontrolluara, nga depo mund të kenë vajtur të argjiljet në ujë argjilje qmendës. Babica për ujë, ca s'marrin fare. Ca s'marrin fare birë. Po unë kam një pusë atje që kam bërë që 97-ën edhe bere qaves. Filtroj, se kam vën filtrin që marrë pi. Se nga njëra arrim të marrim, e njëra s'arrim të marrim. Sa ko ka në këtë gjendje? Kjo gjendje vajti vite birë, po tani ka një 3-4 vjetë, njërë 5 që është fare. Ka familje që nuk marrin pikën. Pikën. Po kur vinë, sa herë vinë? Sot dhe erdhi uji, nesër jo pas nesër, 1 orë. 1 orë në qafë, 1 orë lagja jonë këtu, 1 orë ajo poshtë. Po është e përballueshme? Po jo, more birë, ku është nuk marrin, them. Nuk marrin, më të shumtit nuk marrin. Për të pirë si ja bëni? Urdo? Për ujë për të pirë. Si ja bëj për të pirë, vjen një kamion këtu nga, duket nga Tomorri, se nga është, që mushin bidonët. Shet ujnë? Shet ujnë, po si. Me bote? Me bote. Kurse unë kam filtrin, vajta një 5-6 vjetë, edhe pi po këtu, se më merte djali më këputej në mes, merte bidona 30 kilosh. Për të larë, si ja bëni, ju keni pus po tjerët? Po dhe pusi më ne birë, sa do ashu dhe pusi. Unë jam 8 veta në shpi. Sikur njerë duar të lajnë të 8, imagino. Si ja bëjnë, nuk kanë ujë birë, nuk kanë ujë. Shumë familje nuk marrin fare. Te po vete ka të 10 vjeta, 15 vjetë, na i hoqen e kishim nga Vlora, e na dhanë ujë lumi. Që spim në ata, po blej ujë 800 lek bidoni. Marë 3 bidona, bëj llogari me një pension, vëlla. Qysh do bëjmë? S'kemi ujë të pishëm. Po kanë thënë disa herë që do rregullohet, do furnizohet. Kush do ta rregulloj atë që qenë nëna? Kush do i rregulloj? Ne u meruam djalo. Blejmë ujë edhe japim edhe ujë lumi, 20.000 lekë në muaj. Është vështirë për ju? Po, shumë. Po të lanë me ujë të lumit, për të lanë mushe trupi kokra. Na mushe. Për të pirë blej. Ja, vinë makina, po va marrim në klub. Babica, fshati që vijon të vuaj mungesën e ujit të pijshëm, një situatë që vijon prej vitesh ndërsa nuk ofrohet asnjë zgjidhje. Fshati thahet për ujë në çdo stin, banorët kërkojnë zgjidhje.
Zotrimi i një pune në Shqipëri tashmë mund të sigurohet edhe nga shtetas shqiptar që jetojnë jashtë vendit. Një risi kjo që ka nisur të aplikohet së fundmi në vendin ton, konfirmimi vjen dhe nga drejtuesja e Agjencisë Kombëtare të Punësimit në Blu Televizion, Saniela Xhaferaj. Zotimi i një pune në Shqipëri tashmë mund të sigurohet edhe nga shtetas shqiptar që jetojnë jashtë vendit, një risi që tashmë aplikohet për herë të parë në vendin ton, mes portalit puna.gov.al. Drejtoresha e zyrës së punës në Vlorë, Saniela Xhaferi, në një intervistë për mikrofonin e Blus, ka theksuar se kjo është një mundësi mjaft e mirë për çdo që edhe pse nuk jeton në Shqipëri, të aksesohet mes këtij portali për të njohur me vendet e lira të punës. Aktualisht është brenda ndërfaqes e aplikacionit puna.gov.al, domenit është krijuar edhe ndërfaqja migrant.puna.gov.al. Kjo është një mundësi e mirë që të aksesohet në mënyrë të orientuar nga kushdo që nuk është dhe nuk jeton në Shqipëri dhe gjithashtu të orientohet me të gjitha mundësitë e punësimit, të formimit profesional apo mundësive të tjera që ofrohen nga zyra e punës. Aktualisht ne i kemi lançuar programet e nxitjes së punësimit dhe çdo biznes në momentin që flasim është i lirë për të aplikuar përmes sjellbenjes së biznesit vet në një nga programet që ai interesohet më së shumti, programin e punësimit, që është një program një vjeçar, programin e formimit nëpërmjet punës apo çdo hyri tjetër për programin e praktikave profesionale, që është një mundësi e mirë për këta të rinjt në tranzicionin e tyre drejt tregut të punës. Duke qenë te këto programe, a janë të njohura vetëm për brenda territorit të Shqipërisë apo janë programe të cilat mund të zgjidhen punën dhe jashtë kufive? Normalisht vendet e lira që referohen në portalin puna.gov.al janë brenda territorit të Shqipërisë. Edhe mundësitë e praktikës për të rinj janë brenda vendit. Gjithçka aplikohet për herë të parë dhe kushdo i interesuar mund të njihet mes portalit ku ka një akses të veçantë për të gjithë të interesuarit për një vend pune në Shqipëri. Gjatë paradites së sotme, Orikumi është përfshirë nga zjarri, ndërkohë që ka favorizuar përhapjen e tij edhe kushtet atmosferike, era si dhe shpejtësia e saj, ndërkohë që rënja e zjarrit ka rrezikuar edhe një banesë. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë britur zjarr fikset, nga ana tjetër, në burimet dhe inspektimet e para bëhet me dije se zjarri ka qenë i qëllimshëm nga ana e çobanëve. Një vatër zjarri është regjistruar paraditën e të martës në Orikum pranë Kodrave. Në vend kanë bërritur 2 automjete të forcave zjarfikse Vlorë, ndërsa në ndihmë të tyre ka shkuar dhe një mjet zjarfikës nga baza e Pasharlimanit. Për shkak të erës së fortë, flakët kanë përparuar duke u përhapur në Kodër, ndërsa është rrezikuar edhe një banesë. Ndryrja e forcave zjarfikse ka qenë e menjëhershme, por situata ka qenë e vështirë dhe për shkak të terrenit të vështirë dhe motit të keq. Dyshohet si zjarrvënia e qëllimshme për hapjen e kullotave, ndërsa pritet edhe të hetohet situata e krijuar nga flakët e zonën së Orikumit. Me ndryshimin e stinëve dhe ngrohjen e temperaturave shtohen në Vlorë zjarret, por në pjesën më të madhe të tyre janë të qëllimshme, ndërsa në vitet e shkuara kanë sjell edhe dëme të konsiderueshme. Do të vijmë edicioni me zhvillime të tjera, moti i përkeqësuar në Vlorë, kapiteneria e portit urdhëron pezullimin e lundrimit të anijeve lundruese si dhe atyre të peshkimit gjatë ditës së sotme, por edhe gjatë ditës së nesërme, ndërkohë do të vazhdojnë të operojnë normalisht tragetet sipas destinacioneve përkatëse. Pezullohet lundrimi detar në Vlorë, kapiteneria e portit të Vlorës në njoftimin e saj zyrtar ka vënë me dije se pezullimi do të vijojë në datat 11 dhe 12 mars. Pezullimi do të jetë në mjetet e vogla lundruese dhe anijet e peshkimit, të cilat operojnë brenda dhe jashtë gjerit të Vlorës. Ndërkohë për sa i përket tragedit të linjës Vlorë-Brindisi, ai do të vijojë normalisht. Sipas njoftimit të kapitenerisë, pritet që përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të jetë vetëm pas orës 8 e datës 12 mars. Pezullohet lundrimi detar në Vlorë. Kapiteneria e portit të Vlorës ka njoftuar për përkeqësim në kushtet hidrometeorologjike gjatë datave 11 dhe 12 mars 2025. Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës gjatë datave 11 dhe 12 mars, duke filluar nga ora 02 e datës 11/3/2025 në drejtimin juglindje me forcën 6 deri në 7 ball me shpejtësi ere deri në 15-20 metra për sekond dhe lartësi dallgje nga 1.5 deri në 2.5 metra. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojmë bashkëpunimin e gjitha subjekteve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë e ekuipazhit në mjetet lundruese. Është ndaluar pajisja me leje nisje mjeteve të vogla lundruese dhe ato të peshkimit, të cilat operojnë në det, duke filluar nga ora 02 e datës 11 mars 2025. Të gjithë drejtuesit e mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit që operojnë brenda
brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës të marrin në konsiderat kushtet hidrometeorologjike dhe marrin në masave për sigurimin e tyre. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vijojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Trageti i linjës Vlorë-Brindisi Vlorë do të mbrinë në portin e Vlorës në orën 13 të së martës. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar për mjetet e vogla lundruese dhe atyre të peshkimit do të jetë mbas orës 8 në datën 12 mars 2025. Do të vëjmë edicionin me zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit të ndodhura nga Rendi. Një çift francez është gjetur dhe shpëtuar në malin e Llogoras nga forcat e zjarfikses të Imarës, po ashtu edhe nga forcat policore të Palasës. Nga informacionet e para që vijnë, bëhet me dije se 2 turistët e huaj kishin humbur pasi ishin dalë nga guida. 2 turistë francezë kishin humbur kontaktet mbrëmjen e të hënës në zonën e Llogaras duke shkaktuar shqetësim te guida dhe autoritetet lokale. Sipas informacioneve, rreth orës 20 të së hënës, çifti francez, të dy rreth moshës 50 vjeç, u shkëput nga grupi me të cilin po udhtonin dhe u larguar në një drejtim të panjohur. Për shkak të errësirës dhe terrenit të vështirë malor, ata humbën orientimin dhe nuk mundun të gjenin më rrugën e kthimit. Duke kuptuar se ndodheshin në vështirësi dhe se situata mund të përkeqësojë, ata vendosën të telefonojnë shërbimet e emergjencës në numrin 129 për ndihmë. Menjëherë pas marrjes së telefonatës, forcat zjarfikse të Imarës bashkë me postën policore të Palasës u organizuan për të nisur kërkimet në zonën ku dyshohej se mund të ndodheshin turistët francezë. Fal përvojës dhe mjeteve të tyre, ekipet e shpëtimit arritën të lokalizojnë çiftin në malin e Llogaras pranë antenave që ndodhen mbi tunel. Kërkimet ishin të vështira për shkak të terrenit të thyrë dhe kushteve të errta, por fatmirësisht gjithçka përfundoi me sukses. Pasi u gjetën, turistët u kontrolluan për gjendjen e tyre shëndetësore dhe u konstatuan se ishin mirë pa lëndime apo probleme serioze. Ata u shprehën mirënjohës për reagimin e shpejtë të autoriteteve dhe për ndihmën e ofruar nga ekipet e shpëtimit. Ky incident vë në dukje rëndësinë e ndjekjes së udhëzimeve të guidave turistike dhe shmangjen e largimit të pashoqëruar në zona të panjohura, veçanërisht në orët e vona të ditës. Fatmirësisht në këtë rast, ndërhyrja e shpejtë e autoriteteve dhe forcave policore bëri që gjithçka të përfundonte pa pasoja negative. Ka përfunduar me sukses operacioni i policisë së qarkut të Vlorës Fejkesh, e cila ka vënë në pranga 2 shtetas, nga ana tjetër ka proceduar penalisht edhe një tjetër shtetas, pasi sipas informacionit siguronin euro të falsifikuara. Finalizohet operacioni policor Fejkesh, goditet një rast i shpërndarjes së kartmonedhave të falsifikuara, vjen në pranga 2 shtetas që siguronin euro të falsifikuara dhe procedohet penalisht një tjetër që i fuste në treg duke kryer blerje në biznese të ndryshme të qytetit. Specialistët e seksionit për krimin ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me seksionin për mbështetjen operacionale të hetimit finalizuan me sukses operacionin policor të koduar Fejkesh. Si rezultat, u arrestuan në flagrancë shtetasit 25 vjeç banues në Skrapar, 35 vjeç banues në Përmet, si dhe u në gjendje të lirë shtetasi 24 vjeç banues në Vlorë. Nga veprimtaritë hetimore, ka rezultuar se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtronin aktivitet të kundërlishëm të shpërndarjes së kartmonedhave të falsifikuara në qytetin e Vlorës. Shtetasi dyshohet se siguronin kartmonedha false nga 2 të arrestuarit dhe më pas i fuste në treg, duke i përdorur për blerje në biznese të ndryshme të zonës. Gjatë operacionit u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një shumë prej 2550 eurosh të dyshuara të falsifikuara në prerje 50 dhe 100 euro. Në drejtimin e prokurorisë së Vlorës vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari të palishme. Materialet procedurale i kanë kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Kryeministri i vendit Edi Rama ka folur për skuadrën që do të shkojë në zgjedhjet e 11 majit. Sipas Ramës, në listë hapur do të jenë ata që kanë eksperiencë, ndërsa në listën e mbyllur do të jenë emrat të cilët futen për herë të parë në kuvend. Mësohet se do të jetë ora 17 së mërkurës, ku kryeministri Rama si dhe kryesia socialiste do të hartojnë listën finale, e cila do të paraqitet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Do kemi një skuadër të ripërtrirë, do të kemi një skuadër ku do të harmonizohet eksperjenca e domosdoshme dhe energjia pozitive e motrinjve. Do kemi një skuadër që do të garantojë vazhdimsinë e një procesi historik, siç është procesi
i antarësimit në Bashkimin Evropian. Do të kemi një skuadër që do të jetë skuadra më e vjetër në eksperiencë dhe skuadra më e re në energji. Programi i programeve është antarësimi në Bashkimin Evropian. Ky është programi i programeve. Shikoni këtu, kur ne morëm detyrën, merrnim nga Bashkimi Evropian diçka më shumë se 200 milion euro në vit. Sot marrim më shumë se 600 milion euro. Do me thënë, në totalin e vetë. Pra, që të jem shumë i qartë me ju, investimet nga Bashkimi Evropian janë afro 700 milion euro. Ne jemi në krahun e drejtësisë, nuk bëjmë avokatinë as kujt. Natyrisht që kemi filluar në një proces të ri ku do t'i japim opinionet tona me zë të lartë për cilësinë e drejtësisë. Që ajo shpata të mos kthehet në një forcë dëshkimore abuzive, që ajo peshorja në dorën tjetër të zonjës drejtësisë të funksionojë. Që gjykata të funksionojë dhe jo të notarizojë çdo gjë që kërkon prokuroria, se për këtë punë janë gjykatat, dhe që prokurorët dhe gjykatësit të jenë të verbër, pra të paanshëm, të drejtë. Nga Burgu, presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka refuzuar ofertën e Berishës për të qenë në listë të mbyllur, duke vendosur Garoj si kandidat në listën e hapur të qarkut të Tiranës, në koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Nga Burgu, presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta refuzon ofertën e Berishës për të qenë në lista të mbyllura, duke vendosur të Garoj si kandidat në listën e hapur të qarkut të Tiranës në koalicionet PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Kryesia e Partisë së Lirisë miratoi sot vendimin e presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta për të qenë kandidat për deputet në listën e hapur qarku Tiranë të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Në zgjedhjet për kuvend të datës 11 maj të 2025, thuhet në njoftimin e zyrës së shtypit të Partisë së Lirisë. Partia e Lirisë thirri sot Komitetin Drejtues Kombëtar, ku përmes një audio mesazhi nga Burgu, presidenti i kësaj partie Ilir Meta tregoi detaje nga marrëveshja me Berishën. Meta shpreh ambicien për dyfishimin e grupit parlamentar në parlamentin e ardhshëm. Ky është së pari një koalicion vlerash, në themel të cilit qëndron patriotizmi, mbrojtja e familjes dhe shoqërisë, nga fiksimi por dhe modeli ekonomik që mbështet prodhimin vendas dhe fuqizon eksportet. Që të jeni në djeni, Partia e Lirisë me këtë koalicion ka dhe një marrëveshje për përfaqësimin parlamentar të detyruar nga kodi zgjedhor antidemokratik i rilindjes. Në këtë koalicion, Partia e Lirisë do të përfaqësohet në bazë të mandateve të fituara në prill të 2021-shit, por duhet të shpreh bindjen time se me mënyrën e përfaqësimit dhe organizimit që ka zgjedhur kryesia e Partisë së Lirisë, ne do të kemi me çdo rast një grup parlamentar dyshifror. Për këtë na duhet që në listat e hapura të përzgjedhim kandidat sa më përbashkues dhe përfaqësues. Parlamenti Evropian do të hapë një zyrë në Shqipëri për të forcuar më tej angazhimin e tij me Ballkanin Perëndimor. Në një njoftim i cili bëhet zyrtar në Parlamentin Evropian, website-in e tij thuhet se zyra e Parlamentit në Tiranë do të shërbejë si një pikë kyçe, kontakti midis Parlamentit Evropian si dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe partnerëve lokal në Ballkanin Perëndimor. Parlamenti Evropian do të hapë një zyrë në Shqipëri për të forcuar më tej angazhimin e tij me Ballkanin Perëndimor. Në një njoftim në website-in zyrtar të Parlamentit Evropian thuhet se në kontekstin e tensioneve në rritje gjeopolitike dhe momentit të rinovuar pas zgjerimit të BE-s, zyra e re e Parlamentit në Tiranë do të shërbejë si një pikë kyçe kontakti midis Parlamentit Evropian dhe parlamenteve kombëtare, shoqërisë civile dhe partnerëve lokal në Ballkanin Perëndimor. Zyra do të promovojë pozicionet dhe aktivitetet e Parlamentit veçanërisht në lidhje me në BE dhe do të mbështesë demokracinë dhe reformat institucionale në rajon. Ai gjithashtu do të ndihmojë në përgatitjen dhe ndjekjen e vizitave zyrtare nga eurodeputetët, ndërkohë që do të forcojë bashkëpunimin me aktorët e tjerë të BE-s në terren dhe me organizatat ndërkombëtare dhe të shoqërisë civile. Krijimi i një zyre të Parlamentit Evropian në Tiranë nënvizon angazhimin e fortë të Parlamentit për të mbështetur vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën e tyre drejt antarësimit në BE, duke nxitur stabilitetin, demokracinë dhe lidhjet më të ngushta midis BE-s dhe fqinjve të saj, thuhet në këtë deklaratë.
Do të vijmë edicionin informativ me zhvillimet më të fundit nga ekonomia, ndërkohë që Inspektorati Shtetëror i Punës si dhe Shërbimeve Shoqërore ka ushtruar kontrolle në 10.000 biznese, por gjithashtu edhe institucione. Në bazë të kontrolleve është identifikuar se 2.600 të punësuar janë të padeklaruar, çka tregon se puna në të zezë është përhapur më së shumti vitin e kaluar. Puna në të zezë u përhap dhe më shumë vitin e shkuar pas kontrolleve në gati 10.000 biznese dhe institucione vitin e kaluar. Inspektoriati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore gjeti 2.600 të punësuar të padeklaruar. Në raport me vitin 2023, informaliteti në tregun e punës rezulton të jetë zgjeruar me 32.3%, ndërsa në krahasim me vitin 2022 me 46%. Kriza veçanërisht e 2 viteve të fundit duket se ka kthyer vëmendjen e të gjithëve tek fuqia punëtore, por jo te paga e tyre. Gati 200.000 të punësuar, apo 18.2% e totalit, rezulton të marrë një pagë minimale bruto në masën 40.000 lekë. Në raport me vitin 2023, numri të punësuarve me pagë minimale ka rënë lehtë. Tregtia, ku përfshihet dhe sektori bareve, restoranteve, hoteleve apo shërbimeve të tjera, ka patur numrin më të madh të punonjësve informal. Lista ndiqet nga ndërtimi dhe industria prodhuese, ku përfshihet dhe fasoneria. Të dhënat nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore tregojnë se nga kontrollet e ushtruara vitin e shkuar u gjetën edhe 93 të huaj pa leje pune nga 27 gjatë vitit 2023. Zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota do të ndalemi në tensionet të cilat kanë shpërthyer gjatë natës në Beograd, ku grupe të studentëve kanë bllokuar selin e televizionit publik RTS në qendër të kryeqytetit. Pasi kanë ndërmarrë veprime pak para mesnatës, protestuesit thanë se aksioni do të vazhdojë për 22 orë. Tensionet shpërthyen gjatë natës në Beograd, ku grupe studentësh bllokuan selinë e televizionit publik RTS në qendër të kryeqytetit. Pasi kanë ndërmarrë veprime pak para mesnatës, protestuesit thanë se aksioni do të vazhdojë për 22 orë. Një njësi policore që mbriti në vend ngjarje për të siguruar daljen e personelit, u sulmua dhe një oficer u dërguar në spital me një lëndim në sy. Asnjë incident tjetër i rëndësishëm nuk është raportuar deri më tani. Presidenti Aleksandar Vučić ka shkuar me një në spital për të vizituar policinë e plagosur. Të dhunshmit mendojnë se u lejohet gjithçka, nuk është kështu, ata do të përgjigjen për çdo akt të dhunshëm që kryejnë, ka shkruar Vučić në Instagram. Në solidaritet me kolegët e tyre në Beograd, studentët në Novi Sad gjithashtu bllokuan hyrjet në selinë e radio-televizionit Vojvodina RTV gjatë natës. Forca të shumta policie kanë mbritur në vendngjarje. Vëmendja diplomatike sot në Arabinë Saudite pasi zyrtarët Amerikan dhe Ukrainës do të takohen në Jeddah për herë të parë me Zelenskin, i cili u largua nga zyra ovale pas takimit të tensionuar me homologun e tij amerikan Donald Trump, por para takimit Kievi ka goditur Moskën me dron. Vëmendja diplomatike sot është në Arabinë Saudite pasi zyrtarët Amerikan dhe Ukrainas do të takohen në Jeddah për herë të parë që kur Zelenski u largua nga zyra ovale pas takimit të tensionuar me homologun e tij amerikan Donald Trump. Megjithatë, disa orë para takimit, 2 persona u vranë dhe 3 të tjerë u plagosën pas një sulmi Ukrainas me dron në Moskë. Guvernatori i rajonit Andrei Voroboj tha se viktimat u gjetën në qytetet Vidnoj dhe Domodedovë në periferi të kryeqytetit rus. Të paktën 7 apartamente në një pallat të goditur janë dëmtuar. Kryebashkiaku i Moskës Sergej Sobjanin njoftoi se 73 dronë që shkonin drejt qytetit u rrëzuan dhe se mbeturinat nga një dron dëmtuan çatin e një ndërtese. Pas sulmit, një rjet i trenave periferik u pezua, ndërsa kufizimet e fluturimeve u vendosën në aeroportet Sheremetyevo, Domodedovo dhe Vrunkov të Moskës, të cilët u shërbejnë miliona pasagjerëve çdo vit. Sipas BBC-s, ky është një nga sulmet më të mëdha që ka pësuar rajoni i kryeqytetit rus që nga pushtimi i Ukrainës në shkurt të 2022-shit. Ndodhi vetëm disa orë përpara një takimi vendimtar të përfaqësuesve të SBA-s dhe Ukrainës në Arabinë Saudite, që synon të japë fund luftës midis Rusisë dhe Ukrainës. Në një postim në rrjetet sociale, guvernatori Voroboj publikoi foto që tregonin një nga apartamentet e dëmtuara, si dhe automjetet të djegura në një parking në rajonin e Moskës. Ministria ruse e mbrojtjes njoftoi më vonë se gjithsej 337 dronë ukrainas ose u kapën ose u shkatruan gjatë natës në 9 rajone të tjera ruse përtej Moskës. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 14. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.